që ta mendojnë se rezistenca armatosur është një gabim burokratik. Rezistenca armatosur nuk është gabim burokratik, nuk është një gabim teknik të cilin ti mund ta korrigjosh. Rezistenca armatosur është arkitekturë që ka lindur për shkak të pushtimit. Është refuzim ndaj nënshtrimit, refuzim ndaj pushtimit e ngritur me gjenerata, pra nuk është se lindi sot. Ky është i gjithë qëllimi i kësaj plani. Dhe po ta shohim, hajde ta shohim. Po, ta shohim edhe pikë për pikë për ta kuptuar, domethënë çfarë nën kupton dhe ai realizon fjala vjen pritshmëritë e Izraelit, ai realizon pritshmëritë e Hamasit, sa ai realizon. Është i bërë në 20 pika, të cilat mos të hyjmë të 20-ta, po këto 20 pika ndahen në 6 kategori. Kategoria e parë është ndalimi i luftimeve dhe lirimi i pengjeve. Kategoria e parë. Kategoria e dytë ka tërheqjen e forcave izraelite dhe çështjen e sigurisë në Gaza. Kategoria e tretë është qeverisja dhe mbikëqyrja. Kategoria e katërt është ndihmat humanitare dhe rindërtimi. Që kanë ata. Kategoria e pestë është zgjidhja politike dhe çështja e afatgjata që u thatë. Pra kryesisht në 5 kategori. E qartë. Tash villojmë te e para, ndalimi i luftimeve dhe lirimi i pengjeve. Në këtë përfshihet ndalimi menjëhershëm i luftimeve. Pra ndalimi i luftimeve aktualisht i përshtatet edhe Izraelit edhe Hamasit, sepse të dyja është një nevojë që të dyja palët e kanë nevojë ndalimin e luftimeve për momentin. Pra i përshtatet të dyjave. Dhe pastaj kemi detyrimin e Hamasit për të liruar të gjitha pengjet që ka, pra edhe ata të gjallë, ata të vdekur, nga 48 deri në 72 orë. Ndërsa Izraeli do lirojë vetëm 1000 të burgosur palestinezë, të cilët i ka arrestuar në këto 2 vite luftim. Por ama do kemi një parasysh me dënim për jetë, burgim për jetë. Por ama kemi një gjë parasysh. Në këto 2 vite Izraeli nuk ka arrestuar, nuk ka ndaluar 1000 palestinezë, ka ndaluar 8000 palestinezë nëpërmjet një direktive administrative që i jep atij të drejtën të mbajë të burgosur palestinezët pa akuzë. Dhe në këta 8000, 3400 janë gra dhe fëmijë. Pra do liroj vetëm 1000 nga këta 8000, ndërkohë që 3400 të tjerë janë gra dhe fëmijë. Pra kur themi fëmijë janë adoleshent, në aspektin e adoleshencës, nuk janë fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç. Është qartë. Pra adoleshent. Pra në këtë aspekt Izraeli deli fituar sepse Hamasi do të lirojë menjëherë pengjet, gjitha pengjet. Ndërkohë që edhe Izraeli ka marrë pengje. Këta 8000 që i ka marrë në këto 2 vjet janë pengje që të marrë edhe nga Izraeli, sepse derisa mbahen pa akuzë, vetëm me një urdhër administrativ, domethënë është peng. Mbahen pa akuzë, janë të shoqëruar. Kështu e ka ligji, janë të shoqëruar pa akuzë. Quhet shoqërim administrativ, sipas ligjit të Izraelit, dhe nuk mund t'i vësh akuzë. Mund ta mbash deri në 3 vjet pa këtë akuzë duke shtuar çdo 6 muaj të drejtën administrative, pra të mbajtjes. Dhe menjëherë pas kësaj, brenda kësaj pike, pra brenda kësaj kategorie është çarmatosja e Hamasit dhe amnisti. Pra që do thotë që Hamasi të dorëzojë të gjithë, pra rezistenca armatosur të shuhet, pra të mos kemi më rezistencë armatosur dhe Hamasi të dorëzojë të gjithë armatimin. Është pika e 6. Dhe kjo amnistia parasheh një amnisti pra të luftëtarëve, pra domethënë identifikim të luftëtarëve, sepse thotë amnisti për personelin është këtu, dritan. Po, është pika 13, po. Demilitarization will be supervised, pra demilitarizimi do të supervizohet dhe monitorohet në mënyrë të pavarur nga një program i financuar ndërkombëtarisht. Do me thënë që ti do shkosh në identifikimin e pjesëtarëve të Hamasit për të bërë amnistin për ta. Dhe pasi ti bën identifikimin e pjesëtarëve të Hamasit, atëherë është shumë e lehtë nesër për Izraelin ti eliminoj ata. Pra ti e di se kush janë gjithë anëtarët e Hamasit. Pra kjo do thotë një database, shërënjosje totale të rezistencës nesër. Pastaj i merr të dhënat, database të dhënat sakta se kush janë, kush nuk janë. Pra kjo është. Pastaj vim te kategoria e dytë, tërheqja e Izraelit dhe siguria, pra. Pika thotë që Izraeli do fillojë të tërhiqet gradualisht, por ama do të mbajë perimetrin e sigurisë, domethënë gjithë kufiri i Gazës sërish do të jetë në kontrollin e Izraelit. Pra apartheidi do të ekzistojë. Rrethimi, po themi. Absolutisht, do të jetë nën kontrollin e ushtrisë izraelite dhe Izraeli do mbajë edhe një buffer zone, pra një zonë tampon zone, sigurie. Pra do vazhdo të mbajë të pushtuar edhe një pjesë të territorit të Gazës. Pra kjo nuk është tërheqje. Ndërkohë që Gaza para tetorit të 2023-shit nuk ishte nën kontrollin e Izraelit. Pra kjo jep kontroll Izraelit Gazës. Pra shikoni kjo buffer zone, që shihni këtë me gri këtu, kjo me fiza.
Pra ky do të jetë një territor i cili do të jetë nën kontrollin e ushtrisë izraelite. Pra sërish, pra kjo është me viza këtu. Po, me viza. Izraeli para 2 vitesh ishte këtu. Tash Izraeli ka ardhur këtu i gjithi. Pra do thot reduktim edhe më tepër i territorit Gazës. Nën kontrollin e Izraelit. Dhe prezencë e shtuar ushtarake më përpara ishte gjithë këtej, por ama kjo zona ishte me mur dhe kishte pika kalimi. Nëse tashmë nuk ka më mur, tash është gjithë ushtria izraelite vendosur. Ky është plani i tërheqjes dritanë. Plani i tërheqjes, po. Kjo me blu është janë aktualisht ku janë trupat e ushtrisë izraelite me ç'po lexoj aty. Po. Current line of control. Po. Komplet kjo pjesa e bregut detit tu, sepse ai kanë nevojë. Viza e verdh ka këtë momentin tash do filloj gradualisht, pra kjo është tërheqja graduale, por ama në këtë plan nuk ka një afat për tërheqjen graduale. Dhe aty e përcakton qartësisht që tërheqja graduale atëherë kur Izraeli e shef që siguria ekziston. Pra kur e vendos Izraeli dhe Izraeli mund thotë që nuk janë pjekur kushtet e sigurisë, unë të rriqem dhe do ta mbaj. Ç'do do bëjmë? Pasi Hamasin e kemi çarmatosur. Pasi peqët i kemi marrë, atëherë kush do luftoj? Po. E qartë. Pra, këtu me dhemi të kjo pikë që nuk ka. Po, dritan, në këtë pikë kjo është për oponentës. Dhe thot, do qëndrojnë, dhe forcat izraelite do qëndrojnë atje, thot, në Gaza, derisa ato do të qëndrojnë, do mbajnë këto territoret derisa ata ta shohin të arsyeshme. Pra do me thënë një pushtim pafund i Gazës. Pra legjtimon pushtim të pafund të Gazës. Pra jemi marrë që do të rigjemi, po kur ta shohin të arsyeshme. E qartë. Ndërkohë, po, dritan, ne vazhdojmë se pastaj do bëjmë. Po, pastaj vim te pika tjetër, te kategoria tjetër, thotë qeverisja dhe mbikëqyrja. Qeverisja do të bëhet nga një qeverisje nga ekspert të huaj dhe nga teknokrat palestinez apolitik. Por këta qeveristar të huaj, pra këta ekspert të huaj qeverisës dhe këta teknokrat palestinez apolitik do të miratohen nga një bord dhe ky bordi kryesohet nga Trumpi. Pra nga një bord. Imagjinoni tashmë Trumpi është ai i cili po jep mbështetjen genocidit në Izrael dhe nesër Trumpi do të caktojë njerëzit që do përcaktojnë se kush do jetë në këtë qeverisje. Pra, a ka dyshim se në këtë qeverisje nuk do jenë të gjithë filo izraelit? E qartë. I udhëheqëm nga Trump për ta mbikëqyrë qeverisjen e pas luftës. Po. Pra, këtu jemi sërish te një qeverisje, një qeverisje kuislinge të re. Po tashmë kjo qeverisje kuislinge jo më e zgjedhur nga palestinezët, pra siç është autoriteti palestinez, por tashmë qeverisje kuislinge e përcaktuar dhe zgjedhur nga vetë izraelitët nëpërmjet Trumpit. Pra tashmë do të ketë me këtë bëhet një kontroll total administrativ, se deri tash nuk e ka pasur kontrollin administrativ. Pra tashmë merr edhe kontrollin administrativ të Gazës. Totalisht, përveç se kontrollin ushtarak që po i legjitimohet, do jepet edhe kontrolli administrativ i kësaj. Domethënë pastaj vim te katërta, ndihma humanitare dhe ndërtimi. Ndihma humanitare parashikohet që të funksionojë ndihma humanitare sipas marrëveshjes të 19 janarit 2025. Në marrëveshjen e 12 janarit 2025 parashikohet që në ditë të hynin vetëm 200 deri në 300 kamion ndihma. Ndërkohë që sipas organizatës ndërkombëtare TOKB-s, të asaj që merret me ndihmat humanitare, pra Human Watch si ka Humanitarian Watch, ajo përcaktonte që Gaza ka nevojë për 600 kamion në ditë. Ndërkohë që sipas marrëveshjes të 19 janarit, hynin vetëm 250 deri 280 kamion në ditë. Pra sërish, si do të mbahen? Do të mbahen në aspektin e urisë, pra neve ju japim si punë do të trajtohen si kafsh, palestinezët, pra ne ju japim ushqim aq sa juve sillen e mirë. Në rast se juve do silleni më mirë, ne do japim më tepër ushqim. Në rast se juve nuk sillen e mirë, ne do ja paketojmë, do ja reduktojmë ushqimin. Pra nuk konsiderohen si qenie humane palestinezët. Në këtë marrëveshje që ka në këtë propozim që ka bërë Trumpi, konsiderohen si qenie subhumane. Pra atë që thoshte Izraeli që i quante Netanyahu Amalek. Pra kafsh. Në emërtimin biblik. Amalek. Dhe të tillë vazhdojnë të konsiderohen edhe në këtë propozim të Trumpit. Ndërsa rindërtimi, thot, do të bëhet sipas planit Trump. Do me thënë sipas planit Trump për rindërtimin e Rivierës, do me thënë në gjithë territori veriut Gazës do merret nën kontrollin, do mbahet nën kontrollin e ushtrisë izraelite, nuk do lejohet popullata të shkojë dhe Trumpi do ndërtojë atje atë ëndrrën e tij të Rivierës, sepse kështu përcakton qartësisht sipas planit Trump, thot. Plani të propozuar Trump, plani i propozuar Trump është ajo Riviera që Trumpi propozoi. Pra, sërish shkojmë te grabitja e tokës dhe legjitimiti i grabitjes të tokës të këtyre. Dakord, por ama thot edhe që
Izraeli nuk do ta pushtojë apo ta aneksojë Gazën. Po nuk ka pika e 16. Pika e 16. Të thuash nuk do ta pushtosh, pra kur ti e miraton pushtimin, pra ti thua që do tërheqja ushtrisë izraelite, do të varet nga Izraeli. Pra kur ta shoh Izraeli të arsyeshme që janë mbushur kushtet e sigurisë. Po, sigurisë. Kjo do të thotë që ti e ke trupat në terren, pra e ke të pushtuar. Nuk do ta aneksosh. Po ti e kontrollon, nuk e anekson që ta marrësh ti totalisht, por ti legjitimon një qeverisje të huaj të cilën e kontrollon ti. Pra kemi një ekstraterritorialitet izraelit në këtë aspekt, të kontrolluar po nga Izraeli nëpërmjet të huajve. Kjo mund të çojë në një më pas kjo mund të çojë tek realizimi i një te pika 19 thotë ndërkohë që stabilizohet Gaza dhe avancojnë reformat palestineze, kushtet mund vinë në pikën për një rrugë drejt një shteti dhe vetvendosje palestineze. Po e ka përcaktuar. Në momentin që do të kemi një shtet, pra në momentin që do të kemi një deradikalizim, pra që do të bëhet deradikalizimi i tyre, demilitarizimi i tyre. Do të thënë, vim në të njëjtat kushte që u vendosën Gjermanisë kur mbaroi lufta e dytë botërore, e cila u nda në dy pjesë. Një pjesë e mori ky perëndimi neonazi fashist dhe një pjesë e mori këta internacionalistët e lindjes, pra Rusia. Dhe ata vendosën dhe undarja u bën mbi këtë aspekt. U nda sepse duke qenë se Gjermania naziste ishte baza kryesore për nazizmi, atëherë do t'i ndajmë ta që ti denazifikojmë, deradikalizojmë, ti paqizojmë dhe të rindërtojmë. Dhe sa shkoi kjo ndarje? 45 vjet. Pra e njëjta gjë, do të thënë për 45 vjet të tjera. Gaza do të mbetet në këtë kontrollin e huaj, e menaxhuar dhe e kontrolluar nga Izraeli. Pas 45 vjetësh ndoshta neve mund të deduktojmë që juve jeni deradikalizuar dhe atëherë juve mund të nisni një proces, pra në atë kohë mund të nis procesi, thotë, i ribashkimit për një shtet, pra të nis procesi. Atëherë procesi i shtetit palestinez ka nisur në vitin 1993 për herë të parë. Dhe 94 janë akordet e Oslos. Shteti palestinez. Pra nga 94 deri tash kemi këtë procesin e bërjes së shtetit palestinez, i cili bën tash 30 vjet. Pra do me thënë që 45 vjet do t'i mbajnë të ndarë për t'i demilitarizuar dhe për t'i radikalizuar, dhe pasi të vendosim që janë demilitarizuar dhe atëherë do të bëjmë 30 vjet tjera për të bërë shtetin palestinez. Pra do me thënë edhe 75 vjet dhe 100 vjet tjera, pra edhe një shekull. Edhe një shekull Palestina dhe Gaza do vazhdojnë të mbeten të pushtuar dhe të kontrolluar nga Izraeli. Ky është plani për këtë aspekt. Dhe vetëm këtë qëllim ka. Ndërkohë do ta kuptojmë në këtë aspekt planin. Pra, unë ju kam sjellur këtë foto për të parë. Donald Trump paraqet imponimin. Pra ky po imponon një plan rikolonizimi të ri të Palestinës. Netanyahu paraqet kontrollin. Pra ky e ka aktualisht në kontroll Gazën dhe kërkon ta mbajë nën kontroll. Dhe e pranon këtë plan për arsye se ky plan është totalisht ideja e Izraelit për ta rivënë nën kontroll dhe për ta rifutur nën kontrollin e vet Gazën. Jo nëpërmjet direkt Izraelit tash, por nëpërmjet një entiteti të huaj të menaxhuar nga Donald Trumpi. Ndërsa Yahya Sinwar paraqet rezistencën ndaj kolonizmit dhe ndaj imponimit. Pra rezistencën e një populli që do të vazhdojë, sepse ky lloj imponimi nuk e ndalon dot rezistencën. Ky lloj imponimi që Hamas nuk ka dhënë ende një përgjigje, Hamas ka dhënë një përgjigje, e dha sot në orët e para të mëngjesit, për arsye se mbrëmë në darkë i është dhënë me shkrim. Kjo dhe njëri nga udhëheqësit e Hamasit. Unë e pash, po mund të merret si qendrim zyrtar. Njëri nga udhëheqësit e Hamasit deklaroi që neve nuk e pranojmë këtë, por do të marrim kohën e dur për ta parë në mirëbesim. Kjo është një lojë strategjike politike e Hamasit, pra po për të fituar kohë. Dhe do bëj një kundërpropozim në këtë aspekt, kuptoni? Do ketë edhe një kundërpropozim. Absolutisht një kundërpropozim, duke risikuar disa pika, edhe ato i ka për të rifituar kohë. Dhe për të shkuar drejt një armpushimi një herë. Dritan, mendon se Hamasi do ta pranonte këtë, le të themi, këtë plan të Trumpit? Jo, në asnjë mënyrë nuk do ta pranonte, sepse thash ky plan i Trumpit është rikolonizimi i ri. Sepse Netanyahu e ka pranuar, ndërkohë që Smotrich e ka lexuar si kapitullim të Netanyahut këtë pak a shumë. Shiko, kjo është një lojë e tyre politike që bëhet, do të kemi një paraçi lojë që bëhet midis pushtuesve dhe të pushtuarve. Është e njëjta lojë që bëhet edhe në Kosovë midis Serbisë dhe shqiptarëve Kosovë. Sa herë që Serbia propozonte diçka, pra dilte Miloshi propozonte diçka, dilin brenda në Serbi rryma të tjera, të cilat ishin të gjitha të kontrolluara nga Miloshi.
por gjoja rrymë tjera dhe kundërshtonin ato që mendosë quanin kapitullime, quanin asgjë. Dhe në moment që ti ke një gjë të tillë, atëherë automatikisht të detyron, pra duke qenë se këta ekstremistët dalin, populli i pushtuar thot unë e pranoj këtë sepse derisa ky ekstremisti nuk e pranon, pra shkohet me logjikën, derisa ky ekstremisti nuk e pranon, domethënë është keq për ta, është keq për ta. Nuk është edhe mirë për mua, po është keq për ta. Dhe ti pranon të keqen më të vogël. E qartë, është strategji taktike që përdorin të gjithë pushtuesit në vendet e pushtuara. Ndërkohë, Dritan ka patur një reagim të një pjesë të vendeve muslimane, duhet ta kem me atë foton që kishim çfarë regjia, ajo e kuqja, pak a shumë që është edhe reagimi, ja. Ky është ministrat e jashtëm të Katarit, Jordanis, Emiratet Bashkuara, Indonezis, Pakistanit, Turqis, Arabisë Saudite dhe Egjiptit i mirëpresin këto përpjekjet sinqerta të presidentit Trump për të përfunduar luftën. Dhe thelbi i gjës është që do ta mbështesim këtë gjë për shkak se kjo fillimisht i vendos, le të themi, kufirin aneksimit të West Bankut, plus jep premisat nesër për një shtet palestinez. Kjo që këta po thonë, është një deklaratë e këtyre lakejve arab, së bashku me Turqinë, të cilët nuk ka kohë që kanë humbur dinjitetin dhe integritetin e tyre politik, personal nuk e di, po politik e kanë humbur me kohë, dhe janë nënshtruar totalisht zionizmit. Këtu nuk kemi një nënshtrim ndaj Trump, kemi një nënshtrim totalisht ndaj zionizmit. E para, këtyre ju vjen për konvenim kjo punë për arsye se këta duan që Hamasit të zhduket, për arsye se rezistenca armatosur e Hamasit mund të nxjisë rezistencë armatosur edhe të popullsive të tjera arabe ndaj këtyre të nënshtruarve të zionizmit. Prandaj qeverive të tjera të këtyre vendeve. Edhe Turqisë, edhe Egjiptit, edhe Arabisë Saudite. Absolutisht, sepse vazhdimi i rezistencës dhe vazhdimi i luftës i krijon probleme, duke marrë që nga Turqia, i krijon probleme të brendshme Erdoganit, pasi gjithnjë ka folur kundra, por nuk ka marrë hapa konkret ndaj Izraelit. Dhe vazhdimi i rezistencës do të thotë vazhdimi i genocidit. Vazhdimi i genocidit do të thotë që nesër popullsia turke, cila është tërësisht muslimane, në votimet e ardhshme nuk do t'i japin më votën Erdoganit. Prandaj këta dhe njëjta gjë ndodh edhe me vendet e tjera. Pra këtyre ju rrezikohet pushteti në rast se vazhdon lufta në Palestinë, lufta shqirimtare në Palestinë. Dhe për këtë arsye këta të gjithë shohin si rrezik të ekzistencës të tyre që nga Izraeli. Edhe gjitha qeveritë e tjera, to qeveri që juve shihni këtu të rreshtuara, shohin si rrezik për ekzistencën e tyre Hamasin dhe luftën e organizatave të tjera të armatosura në Palestinë kundër pushtimit izraelit dhe zionizmit izraelit. Edhe xhihadi islamik nuk e ka pranuar. Absolutisht. Po Dritan thot po sot vetëm xhihadi islamik, janë edhe disa organizata të tjera të rezistencës. Kjo krijon thot rrugën për të ndërtuar nesër ose për shkuar tek zgjidhja me dy shtete. Jo, kjo nuk krijon rrugën të zgjidhja me dy shtete, pra kjo nuk e krijon sepse siç e shpjeguam pak më parë, nuk ka asnjë rrugë për zgjidhje me dy shtete, këtu ka thjesht një kolonizim të ri, një nënshtrim të ri. Dhe nuk ka bërë një shtet i ri është në rast se ta do shohin që janë pjekur kushtet, pra ti je radikalizuar, je demilitarizuar, po ti nuk e kontrollon demilitarizimin, sepse ti nuk e demilitarizon dot një popull. Pra sërish, në rast se ti e zëm se Hamasi e pranoi të dorëzohet, do ketë një organizator e rezistence. Sepse njerëzit aty janë vrarë, janë prerë, janë gënjesur, pra ju është vrarë familja, ai nuk mundet të pranojë një pushtim të ri. Dhe sërish do të ketë njerëz, pra derisa të ketë njerëz që do vrasin ushtarë izraelit, që do luftojnë, ai do thotë që ti nuk je demilitarizuar dhe do të vazhdojë pushtimi i Gazës. Dhe kjo do thotë që ti nesër nuk mund të shkosh drejt një shteti, sepse nuk mund të shkosh në shtet, sepse si je demilitarizuar ti, kur demilitarizohesh. Pra kjo nuk është asgjë. Prandaj them, të gjitha këto që këta thonë janë lakej të zionizmit. Asgjë tjetër nuk është kjo e këtyre. Kjo është vetëm për të bërë zhurmë, për të ngritur një opinion në popullatën e tyre, se kinse këta ja kanë arritur një gjithçkaje shumë e madhe, kjo s'është asgjë. Unë jam i bindur që kjo është rruga e vetme për shkuar drejt stabilitetit rajonal, sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Kjo nuk jep stabilitet. Kjo marrëveshje, kjo nuk jep stabilitet. Kjo e destabilizon rajonin. Kjo nuk e stabilizon rajonin.
Sa i rëndësishëm është, le të themi, qëndrimi i këtyre vendeve, pra i Katarit, Jordanisë, Emirateve, Indonezisë, Pakistanit, Turqisë, Arabisë Saudite dhe Egjiptit? Nuk ka asnjë rëndësi, për këto 2 vite ka pasur rëndësi para 2 viteve kur këta ishin financuesit kryesor dhe ndihmësit kryesor të Hamasit, sot e 2 vite nuk ka asnjë rëndësi për arsye se këta nuk janë as financuesit të Hamasit, as njerëz të cilë ndikojnë. Dhe ajo çfarë këta duan të bëjnë, që 2 vjet Hamasi ju ka hequr këtyre nga dora vendimarrjen. Pra deri para 2 viteve ishin të gjitha këto vende që u shihni që vendosnin se çfarë do bëjnë me Palestinën dhe me shtetin palestinez dhe me palestinezët. Pra këta bisedonin me Turqinë, këta bisedonin me Izraelin, këta bisedonin me Amerikën në emër të palestinezëve. Ndërsa ka që 2 vjet që palestinezët flasin vetë për veten e tyre me armë të armës, pra është Hamasi, pra të gjithë në këto 2 vjet e keni parë, edhe amerikanët janë detyruar të ulen me Hamasin në tavolinë. Pra nuk janë ulur më me Katarin, me këta tjerët, po janë ulur me Hamasin. Dhe thënë që Hamasi jo ka hequr nga dora këtyre vendimarrjen. Dhe këta teknokratët arab, sunit, musliman që janë, këta janë egocentrik. Pra vuajnë nga megalomania dhe këta duan të dirigjojnë gjithë lindjen e mesme, por nuk e dirigjojnë dot më. Dhe atë çfarë deri dje kishin në dorë Palestinën nuk e kanë më. Pra fatet e popullit palestinez i ka marrë vetë populli palestinez. Sot nëpërmjet Hamasit, ndoshta nesër nëpërmjet një organizate tjetër. Kjo nuk ka rëndësi emri i organizatës. Pra në këtë moment që 2 vjet palestinezët kanë kuptuar që janë faktorizuar në momentin që e morën vetë në dorë vendimarrjen. Se nuk ishin faktor. Pra kishim që nga